A keni dieni nëse do të ketë një vizitë në Shqipëri të vajzës së presidentit amerikan Ivanka Trump dhe avion qeveria shqiptare me planin për t'i falur dhëndrit të presidentit ishullin e Sazanit? Faleminderit. Jo vetëm familja e presidentit Trump, po të gjithë zyrtarët amerikan janë të mirëpritur në Republikën e Shqipërisë dhe ne nuk kemi asnjë detyrim të japim informacione mbi vizitat e tyre, qoftë private, qoftë të tjera. Nuk ka asnjë plan as për falje tokash, nuk ka plan as për dhënje të territoreve shqiptare, por ka një partneritet të qartë. T'jeni të sigurt që asnjë nuk kërkon, as Shtetet Bashkuara të Amerikës, as presidenti Trump, as familja e tij, që Shqipëria të falë toka, siç i quani ju, apo të angazhohet në aktivitet të tillë në Republikën e Shqipërisë. Ka projekte serioze që janë pjesë e projekteve tona zhvillimore dhe ne jemi krenar për to, siç jemi krenar edhe për programe e projekte të tjera të cilat pa diskutim do i bëjmë realitet në Shqipëri. Po.